Është edhe një detyrim ligjor, si për investitorët, ashtu edhe për inspekcionin, ku i kemi njoftuar të gjithë investitorët, sidomos ka të bëjë me ata të cilët me objektet ndërtimore tani janë në fazat finale të ndërtimit, që nga tash e tutje nuk do lejohet marrja në përdorim e asnjë objekti, qoftë ai banesor, afarist, industrial apo edhe publik, para se të bëhet inspektimi final dhe të jepet certifikata e përdorimit. Është një detyrim ligjor i cili buron nga ligji i ndërtimit, pikërisht nga ligji 04/L110, paragrafi 27 dhe 28, dhe që po them ka ardhur koha e fundit që të vehet në zbatueshmëri, sepse kemi shumë raste kur me dhjetra, për mos thënë edhe me qindra objekte tani më janë dhënë në përdorim, banohen edhe nga banorët objektet banesore, po shfrytëzohen edhe objektet afariste prej firmave të ndryshme, pa inspektim final dhe pa certifikat të përdorimit. Kjo përveç që është një shkelje e rëndë ligjore, natyrisht e bën edhe një pasiguri dhe rrezikshmëri të lartë, sepse përderisa në një objekt nuk është përfunduar inspektimi final dhe nuk është dhënë certifikata përdorimit, ai objekt akoma konsiderohet si vend punishte. Ne kemi filluar që nga dje që të bëjmë njoftime edhe individuale për secilin investor, sidomos për ata që janë në fazën finale, dhe shpresojmë që mos të kemi tentativa që të keq përdoret ky publikim. Përndryshe në ditët në vim, besoj që do fillojmë prej javës së ardhshme dhe do kemi edhe urdhëresë pastaj për ekzekutimin e këtij detyrimi ligjor për investitorët dhe për të gjithë ata që do të tentojnë pastaj të bien ndesh me këtë urdhëresë të inspeksionit, natyrisht që ligji ka parapa dhe masat sanksionuese, e që përveç atyre që parashifen në ligj që janë deri në largimin e njerëzve nga objekti, po edhe të pajisjeve, kemi në plan që të shkojmë edhe një hap më tutje, të përdorim mekanizmat të cilat janë në kuadër të kryesërisë dhe të gjithë ata investitorë jo serioz që bien ndesh me këtë rregull ligjore, pastaj tu pamundsojmë pajisjen me leje të reja ndërtimore deri në eliminimin e të gjitha nevojave që janë në një objekt. Ne tani kemi filluar të miremi me objekte të cilat akoma nuk janë vu apo nuk janë dhënë në shfrytëzim dhe po pretendojmë që në një afat rekord kohor të parandalojmë dhënien në shfrytëzim të objekteve, qofshin banesore, afariste apo industriale, pa u pajisur me certifikat të përdorimit, ndërsa kemi planifikuar tani në 3 mujorin e fundit të këtij viti ta përpilojmë ose ta finalizojmë databazën me të gjitha objektet në kryeqytet të cilat janë të banuara tani e sa vite, por që nuk kanë akoma inspektim final dhe nuk kanë certifikat të përdorimit. Dhe ne pastaj mas këtij evidentimi do u japim të gjithë investitorëve të atyre objekteve një afat kohor prej 12 muajve, që ata t'i plotësojnë të gjitha kriteret teknike